Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog, siç e anoncova pak më lart, ne do kemi në këto momente zotin Edvin Kulluri, kandidati i koalicionit Djathtas për Zhvillim në qarkun e Vlorës. Edvin Kulluri është një nga politikanët më në zë të viteve të fundit në politikën shqiptare, me betejat forta brenda opozitës, më saktë në Partinë Demokratike, dhe tashmë ai garon në qarkun e Vlorës pra për Djathtas për Zhvillim, për koalicionin Djathtas për Zhvillim. Zotin Kulluri e kam sot në emisionin tim në Dekalog. Zoti Kulluri, sepse unë të kam mikë dhe kur them Zoti Kulluri, duket sikur të çoj në Vlorë dhe flas kështu në telefon. Zoti Kulluri. Faleminderit që pranove ftesën dhe e di që do bëjmë një bisedë 30 minutëshe kështu zjarr. Si po të shkon fushata? Si të kam pritur? Më duket nuk e mbyllë mirë fjalin, sepse është e vërtetë që unë kam bërë betej bashkë me Ipsenin dhe shumë miqt brenda PD-s për të reformuar PD-n në mënyrë që të kishte rotacion, pra për ta bërë PD-n të besueshme, që të vinte dita që të përballeshi me qeverinë. Pra për të mundur qeverinë aktuale dhe për t'i dhënë vendit një qeverisje më të mirë. Ky ka qenë qëllimi im. Ka ardhur dita që tashmë po e bëj pa PD-n. Është një betejë që është përballë dy PD-ve, PS-s dhe PD-s, ose dy PS-ve, PS-s dhe PD-s, janë i njëjti format, i njëjti aprere. Atje ku ke qenë ti? I njëjti model. Atje ku ke qenë ti? I njëjti model, edhe Atje ku ke qenë ti? Po çfarë? Unë PS. Në PD. Po po. Ke qenë? E pastaj çfarë? Po mirë, jo, unë nuk thoj, unë një fakt thash. Se kam horni, jo, disa the që ka bërë betejë në PD. Apo. Po. Ashtu. Për të mundur Ramani kam bërë to betejë, si kam bërë për qefin tim. Dhe ka ardhur dita që tani të përballemi. Është e vetmja mundësi Landi 11 maj, dhe prandaj unë kam quajtur referendum për të mundur sistemin gjysmë autokratik, të listat mbyllura, të qeverisjes përqendruar në dorën e 1, 2, 3, 4, 5 njerëzve, jo më shumë. Dhe prandaj them që ky referendum do dali me sukses. Është një betejë gjithë partive të vogla, jo vetëm e jona, për të qartë sistemin. Kjo është gjëja më e rëndësishme për te programeve, çështjes taksave, me ku ta di unë se çfarë. Dhe kështu konceptohet, me që më pyeti si kam punën në Vlorë. Unë nuk kam asnjë punën time në Vlorë, unë kam shkuar në Vlorë për të përfaqësuar këtë qendrim, që është, po ta them pa frikë, masiv të qytetarët majt e djathtë, ka një mërzitje, ka një mlev biles me këtë situatë, e cila e ka ngushtuar hapësirën e individit dhe grupeve sociale dhe komuniteteve në minimum. Dhe tash pak i vjetër që jam politik, e dija këtë gjë dhe gjithë fushata është orientuar në këtë komunikim me njerëzit. O do jetë një vend i Berishës dhe Ramës, e Metës e këtyre tjerëve, o do jetë një vend i shqiptarëve. Rrugë tjetër në 11 maj nuk ka. E vetmja mënyrë që ky të kthehet një vend i shqiptarëve është që parlamenti të marrë në kontroll prap qeverinë. Dhe parlamenti e merr kontroll qeverinë nëse Edi Rama bie në 70 mandate, se ky tjetri po mori 50, duhet të filloj të hapi shampanjën $6 milion. Pas kemi bisedë fort me Edvin Kullurin sot. Se kur e kemi pas buni. Të kërkoj ndjes për një moment që të falenderoj sponsorin gjeneral të emisionit Dekalog këtu në Dritare TV, Institucioni Monetar Manigram Invest, që mbështet emisionin që unë drejtoj, pra Dekalog këtu në Dritare TV, me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kurdo. Manigram Invest ka një njoftim shumë të rëndësishëm, institucioni pagesave për shërbimin Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klientët dashur, çdo tërheqje apo dërgesë do të kryeni nga data 14 prill deri në 14 korrik, pra nga data 14 prill deri në 14 korrik me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'i mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në televizionin Klan e Diela Shqiptare më datën 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë herë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer, ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun nga i cili do të ketë 6 fitues me nga një çmim 50.000 lekë të rinj, 6 fitues nga një çmim 50.000 lekë të rinj. Sa po të kryeni transfertin e tretë, ju kualifikoheni dhe si pjesëmarrës në shorteun nga i cili do të ketë 7 fitues me nga një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me nga një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit Institucionit Monetar Manigram Invest për mbështetjen e emisionit Dekalog këtu në Dritare TV. Zoti Kulluri, tani fillojmë rrjedhën normale, sepse ne do falenderojmë dhe sponsorat, natyrisht. E nisët ajo $6 milion, që po pa vajtur atje, unë dua të di çfarë po ndodh në terren, në Vlorë, si e situata, se ne për të vërtetës edhe media çfarë shikojnë edhe kolegët, më shumë jemi përqendruar në Tiranë, edhe sepse për arsye se këtu është rezervuar i më i madh i votave. Po në Vlorë çfarë po ndodh? E njëjta gjë.
Në shenjta situatë kudo. Lutem regjia kandidatët e Vlorës? Po. Kjo e të djathës për zhvillim, pra të koalicionit djathës për... Janë dhe 10 kandidatë tjera. Po. Po, ka dhe të tjerë. Po, këta po themi më kësë. Çfarë po ndodh në Vlorë? Po ndodh ajo që po ndodh në gjithë Shqipërinë, ka një ngopje të dukshme me dy partitë mëdha. Për PD nuk kemi çfarë flasim më, se sa kanë folur unë për krizën e PD-s, nuk ka nevojë që të rikujtojnë të djathët Vlorë që janë të komplet indiferent ndaj një oferte inekzistente të PD-s, ose njëta oferte, njëta gjellë, që hapet frigoriferi, mbyllet frigoriferi deri në njëta gjellë. Ndryshon vetëm me kryetarit, po fenomeni është i njëjti. Po? Ndërsa me qeveri ka një problem shumë të madh. Landi, mendoja që dëmin më të madh kësaj magjorance po ja bënte korrupsioni madhor, për flasim një senator të Bashkia e Tiranës, e kështu me radhë. Në fakt, ajo që i ka acaruar më keq qytetarët, është ajo që na acaroi më keq edhe qytetarët në 2013 kur ne humbëm pushtetin. Është korrupsioni lokal, korrupsioni të ato shërbimet direkte që merr individi. Po të marr disa shembuj, hipotekë, kadastër, bashki, ujësi. Keni fjalën për Vlorën? Vlorën, po është në gjithë Shqipërinë kjo gjendje, arsimi. Ka një përkeqësim të korrupsionit lokal. Po, jo përkeqësim, është situatë dramatike. Nuk guxon dot të kërkosh rifreskimin e certifikatës së tokës tënde, se i bie që prej tarifeve të korrupsionit ta riblesh një herë. Po pse votojnë Partinë Socialiste në Vlorë? Si? Pse votojnë Partinë Socialiste? Çfarë do të votojnë Partinë Socialiste? Se kanë votuar. Po çfarë do të thotë votojnë, se kuptoj. Ka marrë shumicën në zgjedhjet e fundit. Po. Po. Ne po përsërisim zgjedhjet 2021, do flasim për 11 majin. Ti e duke thënë që do ndryshoj kjo? Po kjo është e sigurt do ndryshoj. Je i bindur? Po shiko shifrat në 2023. Po? Në 14 maj kanë marrë pjesë Ermal Dreda ka marrë 5500 vota më pak se 2021 PS. Ka një rënje të votuesve të majtë djathtë, se me djathtën e kemi ezaruar gjërat, se kush pret që të ringjallet PD beson në mrekullira, jo në politik. Unë për vete mrekullit i besoj vetëm prej Zotit, jo prej njerëzve. Por këtu problemi është rënja masive e PS-s, edhe qa shofun terren është ajo që dele në edhe sondazhe kompetenciale apo të hapura, PS-ja është të paktën 20% rënje në gjithë Shqipërinë dhe Vlora është specifike sepse Vlora është ajo që ta përplasën fytyrën e parë. Edhe një herë të lutem sepse kjo është shumë e rëndësishme kjo që thon. PS-ja është 20% në rënje në gjithë Shqipërinë. Po PD-ja? Në Shqipërinë dhe në Vlorë. PD-ja ka mbështetjen do të jetë më pak se në 14 maj. Diku te 400 sa vota. Do të thënë sa është perspektivën që ka unë. Katastrofë. Siç ka qenë mos s'ka ndodhur asgjë me PD-n. Vetëm ka shkuar gjë keq më keq. Tani ju vetë sa synoni? Ne synojmë djathtas për zhvillim në Vlorë. Besoj një mandat. Një mandat? Jo më shumë. Dhe kush e merr këtë mandatin? Ai që votohet më shumë, midis me Arbit dhe gjithë kandidatëve të tjerë. Jo. Ne jemi lista. Pse se thuat që e merr ti? Po pse mos ta marrë Arbi nëse votohet më shumë se unë? Nuk e vendos. Unë po të isha në Vlorë do të votoja aty. Edhe një herë. Po të isha në Vlorë do të votoja aty. Dakor. Po këtë do ta ndaj votuesit, jo unë dhe Arbi. Që të jemi të qartë. Ne pse kërkuam listë hapur? Që në parlament të shkojë ai deputet që duan qytetarët. Lutem edhe një listë sepse më bën përshtypje vini. Ne jemi të njohurit aty në dy se janë Jo, ka dhe tjerë, edhe një lista, jo, më bën përshtypje që ka emra shumë cilësor. Për shembull, okay, dakord Vlora, Arbi Agalliu që është deputet shumë i njohur. Jo, më bën përshtypje për shembull në Durrës vini Ivi Shkreli, një mjek i njohur që është diplomuar jashtë, ka klinikë private dhe shumë i njohur ginekolog. Rezart Thubi po, Ivi Shkreli që politikisht nuk është si i njohur, po profesionalisht ka goxha vota themun në Durrës. Më fal, Selaudini është deputet, Rizaldo është njëri i njohur në Korçë. Evald Serreqi. Evaldi në Elbasan ka kandiduar. Klajdi Muzhaqi, çka ka bërë Muzhaqi në Elbasan? Nuk e di, Bora nuk ka të afërm, ka vetëm kryeministrin. Mirë, ti flet politikisht. Po më që po pyet. Jo, ti flet politikisht. Arben Muça është dhjetorist, student dhjetori. Mirë, ajo nuk është mark tani. Jo, tani në Tiranë është betejë shumë e fortë brenda jush, Dashamir Shenk, Leda Libe, Krem Spajuj, Bzenelezi, Reishev. Nuk është betejë mes nesh, është garë se kush do të shkojë në parlament. Më nuk kemi. Më e fortë është brenda vini tani. Kush ta thakë? Këta të PS-s po që zihen rrien me karrige në Tiranë, po ne nuk e kemi kështu. Si ishte kjo zihen me karrige? Se si ke dëgjuar Jo se kam dëgjuar, dinë një gjë fakti se kështu. Te dega dy gjëmat rani një tjetrin në Ben Plum, Jolta Xhashka me dy tjerë. I di që Tirana do po s'ka të bëjë them. Jo, prit na e di gjithë Tirana tani, ne nuk merrem thashë theme, ne merrem. Edhe të kam thënë edhe një herë mos
më me thashë themin, Në studio nuk i merr vesh dot të gjëra, do dash në qytet si puna ime, dash fushat, takosh njerëz. Se ju keni fatkeqësi ju gazetarë, që jeni të mbyllur te puna juaj, është krejt korrekt. Kush fletë, ky që ka qenë vetë pjesë e medias edhe nuk ka çështë efekt, është fatkeqësia juaj këto zgjedhje që opinionin e qytetarëve për pamundësinë tuaj, normal, se kjo është batut, por ka të bëjë me profesionin tuaj. Keni pamundur të dilni të kontaktoni njerëz. Ja, kjo është në qarkun e Vlorës. Ja, këtu je. Lista. Po, një pjesë janë të lista mbyllur që kanë dhënë dorëheqjen, se është edhe lista mbyllur që është. 4 kanë dhënë dorëheqjen, të tjerët janë aty. Duhet shohësh listën e hapur, ajo ka vlerë. Duhet ta nxjerrë ta listën e hapur. Po. Ja, kjo është Edvin Kulluri. Migeni ka dhënë dorëheqjen, Tedi Bimbashi ka dhënë dorëheqjen. Ore, gjejnë kollaj emrin atje, i ke shpjeguar njerëzit se kjo është një problem kjo. E ke vënë këtë? Përveç se, jo, se kanë problem se. Po jo ti, ore, ata që do votojnë. Sot që po flasin në Vlorë, po shpërndahen 30.000 flet palosje të mijat. Që shpjegohet se si fotografia sa televizori numri 9, emri në. Ka ishtë madhe keme vërtetë? Paka shumë si batut, po. Paka shumë si batut, e këto. Ja, pa ne mund të votoja në Vlorë. Pse s'pret, i kisha marrë, i kam makinë. Çak makët si o lapset. I kem. Makina e ke shumë larg ti, e ke larg, po ti kisha aty do të thosha Nuk ka problem. Flet palosje. Dhe si më bëre mua dhurat një silolaps me Edvin Kulluri. Flet palosje jemi është afër njerëzve, nuk ka nevojë tjetër. Kjo ishte. Por, zoti Kulluri, sondazhet thonë që Partia Socialiste ose Partia Demokratike fiton. Dhe nëse ju nuk merrni aq vota sa Partia Demokratike fiton. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike janë dy forca të mëdha që marrin votat. Që do marrin më shumë mandate, po patjetër. Kush ka thënë jo, ju a do arrini të merrni aq mandate sa të ndikoni në formimin e qeverisë. Ky është basti juaj. Për mua ka rëndësi, kjo është pyetja themelore, do ta thash që këto zgjedhje janë kthyer në referendum ndërkohë tek qytetarët, ajo që shohim me njerëzit. Shikoj, nuk ka rëndësi çfarë them, rëndësi ka çfarë mendojnë njerëzit. Se kjo është marrëdhënie landi. Pra, nuk është një monolog i kandidatëve me popullin, por është një komunikim i qytetarëve me kandidatët. Dhe ajo që dalloj unë besoj kam takuar me mira njerëz. Sa këtë muaj? Bëni, se e diuni ke qef këto. Pafund. Sa? Pafund. Vetëm në Vlorë. Ku? Në çfarë? Në gjithë qarkun ke vajtur? Nga Ksamili deri në Novosel, nga Karbonara deri në Dukat, nga Peshkëpia deri në Kuç, nga Delvina deri në Borsh. Tani te fshati jot, cili është fshati yt? Unë kam origjinë nga 2 zona, nga babaja nga Dukati, nga nëna nga Smoktina. Tani Dukati një fshat i madh e i njohur me ato historitë, me tallazet historisë. Edhe me burra që kanë bërë histori. Me tallaz, po me tallaz. Dy ndërta janë paraardhësit e mi, Gjyshi dhe Xhaxhaj Gjyshi. Kush? Skëndo Kulluri dhe Maliq Kulluri. Tani unë do të bëja një pyetje që sa kisha shnuar në pyetje. Siç është tatar me mushi nga krau nënës, nga drejtuesit e Tanzimatit, ëh. Tani, kush është Edvin Kulluri? Na bëj një të shkurt, një përmbledhje të shkurt për gjithë ata që na ndjekin se. Ka nevojë ta them. Po. E domosdoshme? Po, patjetër, sepse ti je kandidat për deputet. Dakor, po besoj që në rastin tim është e kaluar këtë moment, kështu që nuk ka nevojë të prezantohem më. Jo, të prezantohesh në kuptimin e gjenezës, e preardhjes. Tu e kam fjalën. Ti je njëri publik, nuk po vë këtë. Familjet nga cilat rrjedh unë, nga babai dhe nga nëna, nga babaja nga Dukati Vlorës. Kemi qenë një familje me traditë patriotike. Kemi nxjerrë burra, cilëve u këndohet kënga sot. Skëndo, Maliq dhe të tjerët. Si e mand vargjet e këngës? Unë i këndoj kur ulem tavolinë. Po, më këndo pak. Ja. Baj këtë. Ore, do t'i kesh vota, ore! Këto kanë vlerë vetëm tavolinë me miq. Ja, tavolinë është. Mirë, mi thua, mirë recitohet. Mi thoj vargjet. Ti e di që unë nuk bëj show kur. Qo, mi thoj vargjet atëherë. Mos e këndon, mi thoj vargjet. Ta vazhdojmë më pas, gurët e rapit çunzin. Gurët e rapit çunzin? Po. Edhe vazhdojmë. Po, vargu e dytë. Vargu i tretë është për Skëndo Kullur Zengjin. Prit. Gurët e rapit çunzin. Për 4-5 bandill. Për 4-5 bandill. Edhe vazhdojmë pastaj për Pilon e për Hamin. Skëndo? Për Pilon e për Hamin. Po? Pilo Andonin dhe Hamit Selmanin dhe për Skëndo Kullur Zengjin. Me 7 zëra? E di pse? Pse? Sepse këta financuan shkollën e parë shqipe në Dukat 1908 dhe u burgosin për të punë. Kush i burgosi? Turqit. Në 12. Do të ti ishe Gjyshi ky? Ky është Xhaxhaj Gjyshit. Po një truk kemi qenë. Mirë se familja dashurin. Xhaxhaj Gjyshit. Në 12-ën Skëndo Kulluri siguroi bashkë me disa burra nga Dukati dhe shumë luftëtar qafë në llogorajt për të ruajtur qeverinë Ismail Qemali nga grekët. E ke kujtimet e qenë Be Vlorës. Po. Kur Ismail Qemali Se ka qenë Be Vlora ditët. Kur Ismail Qemali pyet dhe ke në libër të Ekrem Be Vlora, kur Skëndo Agaj
Bashkë me burra tjerë, të jemi të qartë. Në 14-ën, Skondo Kulluri financon luftën kundër Andarëve në Llogara, Spiro Milos, shokët e Fredi Belerit edhe Sali Berishës. Tani freno këtu, si ishte Nuk kjo? frenoj fare unë, unë s'kam frena ti, e di. Jo, s'ke frena, po frenoj që Të parët e mi kanë mbrojtur Shqipërinë nga të parët e Fredi Belerit dhe Sali Berishës, janë bashkë sot. Sali Berisha është nga Tropojo, po çmu ka Sali Berisha ti? Ba janë bashkë sot me Fredin. A ti thoj që janë bashkë sot. Këta pra të vorë e pirit, të megaloides. Ne kemi luftuar kundër megaloides. Po? Doktori me Fredin sot janë për megaloiden. Se e marrë vesh akoma ti. Jo, unë e kam marrë vesh. Që malësori i Gjakovës po shetë Shqipërinë të vorë e piri. Akoma se një kuptuar. Për të punë kam dalë zjeton, Landi. Për këtë punë këtë dalë? Një ndër arsyet. Se Labria ka pas burra me tradit. Ka nga ata që janë familje të shkryqyra në disën për të zbro. Është i djallë nga Runajt. Si ka emrin? Mario Runaj. Mario I PD-s. E që familje janë Runajt, nga familjet më të mira të Labrisë. Si që kanë qenë Kullurajt e shumë familje tjera. Dhe sot është një listë me Fredi Belerin. Dhe këto punë i bën vetëm një. Kush? Krye intriganti Shqipërisë Sali Berisha. Që fut një lab patriot me një të vorë e pirit në tjetën listë dhe i thot shqiptarëve, kjo është lista ime fituse. Këto janë turpet që bën profesor doktor Sali Berisha. Dhe për të mundur ta kam shkuar bashkë me të tjetrin që vë Vangjel Tavon që është minoritar në Himar, ku Himara nuk është minoritet grek. Ka një minoritet greqisht folë, se kam sqaruar të punë, kam shumë vite. Dhe prandaj ca burra do dalin për Zoti i vendi. Ka ardhur momenti që ti dalin për Zot, unë e ca tjerë. Dhe për ta mbyllur këtë të historisë familjes, në luftën e dy botërore, çfarë qëndrimi mbajtën para arsit tuaj? Maliq Kulluri është vrarë nga italianët, gjyshi. Nuk u bashkua lëvizjes. Në katrin e dytë do të tregoj histori të bukur. Se ne kemi qenë familje pasur. Dhe vazhdoni. Ja, kur të marrin prona do kthehemi pa. Se kemi marrë akoma. Si kemi marrë prona? Ja, vetëm maltezi merr prona në Shqipëri. Ne të tjerë duhet presim 300 vjet, 400 vjet. Po sa i mori Rama të japin i shokut i Siçetit. Se kjo është gjendja e Shqipërisë. Për të kemi dalë. Dhe çfarë ndodhi në luftën e dytë botërore? Çfarë ndodhi? Në katë të dytë, Maliq Kulluri bisedonte me Skënder Muçën, që ti e di, figura kryesore e ballit kombëtar mbylor, nivelit politik. Në katë parë rrinin kunetët e tij, që ishin me lëvizjen nacionale shqiptare. Se të dy palët ishin patriot. Partizan. Po patjetër se të dy palët ishin patriot. Jo komunist, partizan. Partizan. Po. Komunistë kanë qenë në verë me shok. Këta dolën për të luftuar. Siç dolën luftuar për 12-ën, 14-ën, 18-ën. Katë e parë. Rrinin këta, në katë dytë rrinin Skënder Muçë. Në tjetër shtëpi. Tani, gjyshi yt ishte ballist? Gjyshi im ishte biznesmen. Ishte një nga blegtorët më të zot. Po jo, mbështetës së ballit? Ishte miku ngusht, vëlla me gjak me Skënder Muçën. Dhe kunati... Atëherë ka qenë me ballin, pra? Sadik Xhamali. Vuajtët ju nga kjo? Jo, nuk ka qenë me ballin, patjetër që vuajtëm. Në biografi, shiko, xhaxhallarët e mi dhe gjithë fisikullureve, në vitet tëra nuk merrnin dot të riskën frontit. E kishin ndaluar të afroheshin 2 kilometra nga Pashalimani. 2 kilometra? Po, dhe gjyshi jonë është bërë dëshmuar. Si ishte kjo? 2 kilometra nga nuk lejohet nga sigurimi i shtetit. Gjithë familjes? Kullurat, hamitat e shumë fisë të tjera. Dukati ka pas shumë familje. Pse nuk lejohet të Pashalimani? Aty ishte baza të sepse rrezikonin në sigurinë e traktatit bashkëtarës. Gjë, do të se tashin mos ta vazhdoj më lart, gjë. Ka perla, po gjyshi jonë është bërë dëshmor në 78, nuk dojnë ta bëjnë dëshmor. Se u vra rastisht, nuk u vra për zbriti mas dëgjoi Krismat në Llogara, kur qeta partizane në zonën sulmoi italianët, duke prishur marrëveshjen e Dukatit me italianët, që nuk dojnë sulmojnë në fshatin jonë, dhe ju nuk dojnë në fshat. Dukati është rast unik, ka pas marrëveshje edhe me italianët dhe me gjermanët. E prishë marrëveshjen Hysni Kapo, i cili u plagos në luftën e Dukatit, me Dukatësit. Me Dukatësit u plagos. Sali Berisha ka bërë miting në 93 për luftën e Dukatit. Dhe ka një lapidar atje, një këngë. Po? Që ju si jeni rus, po ti si rus, po i tërbeç, unë jam ballist, po jam i Dukat. Paka shumë. Ka lapidar në Dukat. Se si pati vllavrasje në Dukat. Kur Dukati nuk lejonte çetën partizanët sulmonte italianët. Për të ruajtur interesat e fshatit, se Dukati është kraj, nuk është vetëm fshat. Kishte përgjegjësi për radhimin, për trajasjen, se ne jemi një kraj Dukat. Ke shtëpi sot atje? Unë shtëpi kam rikonstruktuar babai, domethënë, motra dhe unë që në 2005. I ke rikonstruktuar? Shtëpit që ishin? Shtëpit e Gurit, 2 kate. Manzi, ta shikoj një foto? Do mundohem ta gjej. Ja, po se burgë tani. Kam shkuar në rrënjë. Aty ke rrënjë, pra, atë do të thosha pra, se e them shpejt se mua. Aty ke rrënjë. Unë jam rritur me të frymlandi, të qëndroj në historinë e familjes time. Do ta gjej se kam një të fundit që kam bërë një tip selfie, nuk e di. Të pres, s'ka problem. Edvin Kulluri po kërkon fotografinë e shtëpisë së tij, që ka rikonstruktuar në Dukat.
Bashkë me familjen, që familje, me babaj, motra, ato. Tregoj këtu, po, kamera këtu, po. Bravo. Janë 4 shtëpi të kullurave si këto. 4 shtëpi, e? Po, janë shitur gjitha në riblem. Bravo, Vini, që ke rekonstruktuar familje. Në respekt të jetës babait tim, që është lindur e rritur në fshat, po? të xhaxhallarëve të mi, të hallës time që nuk jeton më në xhaxha. Jepi pak dritë, lutem. Për t'u kthyer aty ku kemi rrënjën landi. Unë jam shumë krenar për origjinën time, dhe nga nëna. Po nga nëna? Njeriu më i njohur i familjes nënës time, që është një nga të parët e fisit të dajove të nënës time, janë rukajt e Smoktinës, si që janë dhe Moqa Hasanajt, po ka një burr veçantë, një tartar me mushi, po ta dish, është një nga komandantët e kryengjitit të Tanzimatit. Në vitin 1800. Besoj e di çfarë është kryengjitit të Tanzimatit. Bashkë me po kështu them që Tafil Buzin, me Dervish Ali Dukatin, të Zenel Gjolekën. Ka pas burra laboria. Për fat, unë vi nga 2 fise që kam pas burra. Çfarë ke trashëguar nga pararësit e tu, një cilësi? Se tani të jenë politikë e dyja këmbë. Urojt e jem... Jo, urojt, qa ke? Urojt e kem trashëguar gjysmën e burrisë aty. Po diçka kam treguar gjithë vite. Nuk kam pyetur për... Kam qenë tek Pullandi, për balë Berishës, Ramës, Bashës. Nuk kam pyetur. Sepse kam pas drejtë. Edhe ata burra, u kanë luftuar për të vend, kam pas drejtë. I ke ngjarë gjyshit? Fatkeqësisht oti mata te i ke ngjarë. Kështu të thot? Po, se ka qenë pak impulsive. Po edhe unë jam pak. Jo, qa thua, ku jeti impulsiv? Ku jeti impulsiv? Nuk tash që jam i pamatur. Nuk besoj që kam bërë. Ti ke një djalë? Një djalë, po. Sa vjeç është? 8 vjeç. Ta kesh me jetë? Në kur e pyesin thot nga nga Ducati. Nga Ducati thot? Po. Pastaj thot nga Tirana, pastaj nga Shkodra, pastaj nga Dibra, se gruan e kam veriore. Se ke nga veriu gruan? Nuk e kam veriore, e kam Besën e Mehmet Pashdrallës gruan. Paska nga ministri i parë i luftës. Jam më shumë krenar për origjinë e gruas se për timen. Pse? Po sepse janë sër e parë e kombit shqiptar. Nga ata themelusit e kombit. Siç daja i vjerrit tim. Një nga 40 firmtarët. Jo, është ministri i parë i mbrojtjes, siç daja i luftës. Siç daja i vjerrit tim ka qenë Josip Papamihali. Pra, besoj që po kam bërë gjë me mend, kam marrë gruan në dyert e dura. Dhe jam shumë i betar. Çfarë synon si politikan zoti Kulluri që të ndryshon diçka që djali yt ta gëzoj ashtu siç e të vazhdoj traditën e familjes time dhe familjes bashkëshortes time. Njerëz që duan këtë vend, njerëz që përpiqen për këtë vend dhe njerëz që u tregojnë në derën e parlamentit horrave të politikës aktuale. Fatkeqësisht flas me këtë gjulandi. Sepse këtu nuk jemi përballë një autokracie bipartizane, këtu jemi përballë një grupi horrash që plaçkisin. E sulmove. Tamaraj. Po? Kjo histori ka nisur 2008. Unë kam dalë 16 vjeç për studentit, kam thënë edhe tjetër. Jam një nga themeluesit e forumit rinor në PD në 92-shin, në vit 2 gjimnaz. Qa dola? Dola për liri. Ashtu e konceptuar liri, pak edhe kaotike. Në 11 dhjetor kam dalë ditë e parë. Ditë e tretë protesta bashkë me vllajën Hermes Bojaxhiut, e Gjergjit Hermes, shokun tim që nëse është e përshëndes, është në Amerikë, dhe disa shokë të mi të Petroninit. Për çfarë dolën për liri? Këta mbas sa i bie tani, 18 vjetësh, e mbyllën prapë sistemin. Kryeministri nuk e rezon dot mocion besimi, mbyllën listat që të emërojnë ta ushtarët e tyre në parlament dhe ky është produkti i qeverisë sotme. Por një qeverisje në bashkëpunim të ngushtë me legjendën. Me kë legjend? Ato që griti duart për listat e mbyllura për amnistinë penale, që ata që arrestonte Spaku Berisha me Ramën i nxorën prapë në rrugë. Kjo është gjithë gjendja këtu. Kjo e ka marrë frymën tregut, kjo i ka korruptuar institucionet. Por unë një gjë s'kam kuptuar ty. Pse u bashkoi me Luzin Bashën ti? Ç'ka ndodhi? Jo, pse u bashkoi Luzin Bashën mua. Po mua ai të thiri, po ti pse vajte? A më mend ç'të kam thënë? Landi. Dëgjoj, unë kisha 2 zgjedhje në atë moment. Ose do pranoja ftesën 1 vjeçare të Bashës dhe insistimin e tij. Dhe bëri shumë që e bëri, nuk ka bërë gabim besoj. Asu s'kam bërë gabim që u ktheva, se u ktheva në politikë. Ose do vazhdoja analizë. Jo, ti shumë mirë që u futën në politikë, po vajte vendin e gabuar. Ose, jo, unë jam te vendi im, sepse unë u ktheva në politikë për këto çështje, listat e hapura, çështjen e pronës, rishikimin. E do i zgjidhte Basha. Landi, unë nuk shkoj mbas njerëzve, shkoj mbas ideve. Po se e kuptuar akoma mas kaq vitesh që kem mik, kam shtypën që duhet ta rikujtoj. Kam hequr dorë parimet e mia. Pse shkova në 11 dhjetor të prisja në Kuvën? Absolutisht nuk e hequr dorë nga parimet, po vendi. Më thonë njerëzit shkohet te Berisha, nuk kam shkuar as te Basha as te Berisha. Kam folur në Kuvën të 2018-s 21-shit. U kam shtyr dorën që kjo e djathtë të kthehet siç i takon, dinjitoze, serioze,
Nuk e kanë dashur, nuk e duan asnjëri as tjetri. Ky tjetri ka marrë punë, se ky nga ish kryetari i opozitës ka ta nisur për një mandat. Se kjo është e vërteta. Për turpin e tij. Jo timin, falë që po flas sot pa Doreza, se jam dhe pak... Jo, s'kam në i merak kështu që aflet Edvin Kulluri me Doreza për Doreza. Kurse ky tjetri që ushqen me iluzione, ky Gjepeto që prodhon Pinok në PD, se ke pa Pinokët që do vim pushtet, do fitojmë, ke $6 milion, do takojmë Trumpin. Ky vetëm Pinok prodhon. Gjepeto duhet kuptoj që i kanë ato syze, nuk fiton do të pasjedhje. Nuk fiton. Dhe Gjepeto me gjithë Pinokët e tij të drurit, do marrë përgjigje që kanë marrë në 14 maj, ku kanë humbur gjithë bastionet e PD-s, atë përgjigje që kanë marrë 2021, atë përgjigje që kanë marrë mbasi doqën mandatet dhe bojkotuan zgjedhjet me direktivë Sali Berishës, se Lul Bashës thuaj çfarë duash, Lul Basha nuk ka fituar një betejë vet. Por një gjë është, nuk kemi pse japim kusuret e dikujt tjetër. Që ai djalë është treguar pa dinjitet që ka qenë ushtar i bindur i Sali Berishës, dakord, kjo nuk e nderon, por Teatri Bosh Lulzim Bashës, vendimet e mëdha për përjashtimin e gjithë personaliteteve të PD-s në listën e 2017-s, ti mendon se Lulzim Basha ka pasur të përjashtoj këta? Si mendon? Ishte ai trim duli të bënda, apo ishte ky ustaj që drejtonte me telefon? Kriza e PD-s është krize autokratizmi Sali Berishës, i cili çdo 15 vjet i kthehet prapë një cikël. Pakisisht, dhe për këtë punë nuk është ofertë. Po ky tjetri po imiton në mënyrë shkëlqyer. Tani çfarë ndodh 12 maj atë? Ju thoni fiton Partia. Në 12 maj. Fiton 12 maj, po ta them sot. Jo, humbet Partia Demokratike. Partia Demokratike nuk fiton dot, nuk është se humbet. Ka gjë çfarë. Çfarë ndodh 12 maj? Un jam pothuajse 99% i bindur që Edi Rama nuk i bën dot 7 mandate. Harrohet të punë. Kështu që do kemi një qeveri koalicioni ose zgjedhje të reja. Rëndësi ka që të vihet kontroll mbi qeverinë. Vini, po ja të bëj një pyetje kështu. Aty mund të duhen 1, 2, 3, 5, 7, 10. Ja një sekond. Jo, nga ne nuk e merr. Po i bën nga PD-ja. Do bëhen bashkë, po këtë po pres. Populli të po pret të dalin shesh, këta të dalin hapur bashkë. Jo, si merr gjithë, merr 5, sa i duhet. Me mua nuk të përballen më në parlament, të përballen shesh, edhe Rama dhe Berisha. Këtë ta dish mirë nga Edvin Kulluri. Po e krijoj qeverinë, ç'a përballet do të bësh ti pastaj? Po s'ka probleme, por e bëri edhe Ramiz Alia qeverinë, po. 92-shin zdi ku fshije, ti e më shumë mirë. Kura qeveria stabilitet. E bëri dhe Berisha qeverinë në 96 majt, pastaj më mbyll me 50 veta në presidencë, mbamën apo? Që kalonin plumat në presidencë sipër kokës. Sepse të gjithë autokratët një fund kanë, dhe ky do jetë fundi i Ramës edhe i Berishës bashkë. Po këta do ikin çift. Kanë 35 vjet që gjej këtë. Jo, s'është vërtet. Ku e ke dëgjuar 2017? Zoti Kulluri, jemi në fund. Ku e ke dëgjuar 2021? Jemi në ka pasi garë midis PS-së dhe PD-s. Që për mua nuk fitoi nga PD-ja, por ka pasi betejë. Sot betejë është treshe. Dhe gjitha sondazhet që për mua orientohen në pyetje, ne janë vetëm për të përjashtuar partitë e vogla, sepse ato janë alternativa, nuk janë ato gogoli. Çfarë ndodhte? Deri para 2 vjetësh, Sali Berisha tregonte gogolin me gisht. Ky dreq, ky gjati Rama. Tani nuk është më gogoli përballë, është gogoli, bufi, po janë dhe partitë e reja, që nuk i etiketon dot ai, as të dështuara, as i kanë bërë dëm me këtij vendi. Mua do të thotë që kanë bërë dëm këtij vendi, që kanë luftuar të kundër dëmeve që i kanë bërë këtij vendi. Pse më kanë pas përballë mua PS-n e PD? Për këtë arsye, se këta kanë qenë bashkë duke shkatruar institucionet dhe barazinë para ligjit. Kush kanë për këmbë program private ato? Unë apo këta dy? Ma thuaj ti. 33.000 dosje ka lënë Komisioni Klininë Programe i Partisë Demokratike. 57 i kanë firmosur unë për pronarit, repartë ushtarake, në 4 vjet. Pse? Dhe s'ka marrë pronat e mia landi. Nuk kam shkuar një ditë në Komision Klininë Programe si sekretar i përgjithshëm apo këshilltar kryeministit. Kurse. Okej. 30 sekonda deri në 1 minutë, një mesazh tonë, pse duhet votojnë Edvin Kulluri në qarkun e Vlorës? Në qarkun e Vlorës mua duhet të votojnë për atë që më njohin, për atë që e di se kush jam, për atë që kam bërë dhe atë që do bëj siç e kam bërë to kohë. Luftë, betejë kundër autokratizmit, betejë kundër pushtetit absolut dhe t'i kthejmë votën dhe parlamentin qytetarëve, jo kryetarëve. Nuk ka betejë më të rëndësishme se kjo. Zoti Kulluri, unë të falenderoj për bisedën dhe të uroj suksese në 11 maj. Landi, faleminderit dhe besoj që një nga telefonatat që do marr me kënaqësi për mandatin do jetë urimi jot. Me shumë kënaqësi do ta uroj ata merje dhe në datën 12 je i ftuar në këtë tavolinë. Ja, besoj. Mbas fitores janë 3 ditë pushim. Sepse jemi do ikish në plazh. Jo, fare, jemi shumë të lodhur realisht, por këto 10 ditë e fundit do lodhemi edhe më shumë. Okej, ndoqët një intervistë me Edvin Kullurin, kandidati djathtas për zhvillim në qarkun e Vlorës. Mos u largoni, kemi intervistë tjetër me Ibzen Elezin më njëherë mbas spotet.